Një urim i thjeshtë. Mërgimi e ngriti nivelin krejt tjetër për ditëlindjen e Angelushës dhe mënyra si e surprizoi po bën buj kudo. Dashuria e tyre ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes, por këtë herë mërgimi arriti të tërheqë gjithë syt me një gjest që, ndonse i thjesht, kishte një ndikim të madh emocional. Me një dedikim publik dhe një moment të kapur në një fotografi që flet vetë, ai uroi Angelushës ditëlindjen në mënyrën më të ndjerë. Pa zhurmë, pa bujë të tepërt, por me shumë domethënie. Urime ditëlindjen myife, një fjalë e shkurtër, por që mbart një mesazh të fuqishëm dashurie, respekti dhe krenarie. Në një ambient natyror, larg zhurmës së përditshme, çifti shfaqet më i afërt se kurrë. Angelusha, me buzëqeshjen e saj karakteristike dhe një buqet elegante në duar, rrezaton lumturi, ndërsa mërgimi duket qartë i përkushtuar dhe i lumtur pranë saj. Por ajo që e bën këtë moment të veçantë nuk është vetëm fotografia apo dedikimi, është naturaliteti. Nuk ka skena të sajuara, nuk ka luks të egzageruar, vetëm një ndjenje e pastër që transmetohet menjëherë te publiku. Dhe pikërisht kjo sinqeritet i ka bërë ndjekësit të reagojnë menjëherë. Rrjetet sociale janë mbushur me komente pozitive, ku shumë e cilësojnë këtë si një nga dedikimet më të bukura dhe më reale që kanë parë kohët e fundit. Në një kohë kur shumë gjëra duken të planifikuara për efekt, ky moment erdhi ndryshe, i qetë, i vërtetë dhe thellësisht emocional. Sepse në fund të fundit nuk janë fjalët e shumta ato që bëjnë diferencën, por mënyra si ndihen. Dhe këtë herë, mesazhi ishte i qartë. Dashuria e tyre nuk ka nevojë për spektakël, ajo shihet në detajet më të vogla. Dhe një gjë është e sigurt. Kjo ditëlindje për Angelushën do të mbetet gjatë në kujtesë.